Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve. Ja ku takojmë me Reze Dielli, si gjithmonë orën 9 deri në orën 11, me recetat e Albanës, me bisedat që kemi zgjedhur të flasim sot për ju. Besoj do t'ju vim shumë në ndihmë, do t'jemi me Altin Jokën për të folur sot për dhimbjet e gjurit, dhimbjet e kockave. Na keni shkruar shumë, kështu që kemi respektuar dhe kërkesën tuaj për t'ju ardhur në ndihmë, por sot do ta shohim pikërisht këtë problematikë që prek të rinjt dhe të moshuarit. Duke e lidhur me një lloj inflamacioni, me kujdesin që duhet të kemi për ushqimet, ato ushqime apo produkte të tjera të cilat mund të shërbejnë si antiinflamator natyral për të na lehtësuar sadopak dhimbjen e kockave dhe si duhet të kuptojmë cilat janë ato sinjalet që trupi jep për të treguar që densiteti i tyre nuk është në nivelin e duhur. Kështu që na ndiqni për ju që e keni këtë problematik, që keni pëlqyer një dhimbje ose kjo dhimbje bëhet kronike, nuk po ju lë rehat, dhimbjet e kockave gjithashtu për mosha të ndryshme. Ndiqni për të marrë informacione dhe këshilla gjithmonë natyrale me Altin Jokën. Tani është momenti, le të shkojmë në kuzhinë të bëhemi pjesë e recetave të Albanës. Ku je, moj, ku je? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ka ikën kështu. Mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe në kuzhinë. O, mirë se ju gjeta këtu, midis malesh. Ka lulzuar jeta. Ka lulzuar jeta. Ka lulzuar receta të reja të shijshme, të thjeshta, praktike. Besoj se kështu do t'i kemi dhe sot për anvisat. Gjithmonë praktike. Është misioni ynë të ndihmojmë sadopak, të lehtësojmë punën e tyre dhe të heqim këtë dilemën çfarë gatuajmë sot, çfarë bëjmë sot, është diçka e përditshme. Po si nuk themi asnjëherë do ham apo nuk do ham sot? Asnjëherë. Mendoj që mund ta bëjmë dhe pushim, po nuk zgjat shumë është ideja. Ska, nuk është. Atëherë, direkt. Shkojmë tek tava e Prizrenit. E shikoni që kam një balte, dhe ena e baltës është e duhur, që në fillim kam vendosur furrën të parangrohet, kam vendosur mishin, mishi qinj, mish keci, deri këtu, i shkon shumë kësaj tave, i vë sërish kapakun dhe kam qepët që direkt vendos dhe ekzekutoj. Kam qep të prera në gjysëm hëne. Ja, ishte të gjitha këtu. Patjetër që kam domatet të prera në rrath, në disqe. Sikurse specat dhe patlıxhanët. Ushtoj pa gatuar, do vendosen kështu siç pa gatuar fara. Shtoj specat. Specat të kuq. A flasim gjëra praktike? Gjëra praktike. Tek praktiket kam gjithmonë këshillat. Është karakteristike e Prizrenit duke qenë se kam marrë dhe këtë emër, pra gatuajnë më së shumti aty. Kam domatet që i kam prerë në disqe. Do të lëshojnë edhe lëngjet e veta, plus që kam mishin e qingjit. Ja, këtu. Kam patlıxhanët që i kam vendosur në ujë. Që i largon atë histësinë. Një patlıxhan. I vendosim edhe këto të prera në rrath, si perimet e tjera. Pra një patlıxhan më duhet. Patjetër që i mshoj pak tavës. Do të shtoj kungujt. Po të shihni janë perime që po thuaj se kanë të njëjtën kohë pjekje. Kripën, piperin, specin e kuq. Këtu kam bamjet. E di që bamjet janë të shtrejta. Të shëndetshme. Është 10.000 kilja tani.
Këto e kanë, do më thonë, s'kan fillu akoma fix sezoni tyre, por lexova që bamjet e kishin çmim të shtrenjtë dhe kudo në botë, sepse këto ndrysho kanë tokën të mbillen. I bëjnë një dëm, si thuash, për të mos mbill të tjera perime. Shif, këtu kam uthull. Largoj uthullën nga bamjet. Dhe sërisht i lë pak safare për këtë tavë. Pra, gjëja kryesore është që bamjet vendosen në uthull, për arsyen që nuk ngjiten. Te tava e prizrenit duhen 101 bamje. Siç kemi dritaret e Beratit, kështu kemi edhe 101 bamje. Ka ndonjë arsye apo thjesht ka mbetur kështu në traditën e gatimit? Ka ngelur në traditën e gatimit. I largoj sërish. Tani do të vendos mishin. Mish qingji, besoj, apo mish? Kam mishin e qingjit. Me dhe lëngun, janë vendosur perimet, mishi sipër i zier, sigurisht e duhet kohë pastaj të qëndrojë në furrë. Dhe më duhet 2/3 e tavës me ujë, me lëngun. Patjetër që pra e kam, është tamam, e vendos me një letër alumini, Ja e mbështjellim dhe direkt në furrë. pakës piper, te kripa ka krip, Ka dhe vetë pak mishi që e vendosëm për të zier. E mbulojmë me letër për të mos u farë dhe të qëndrojmë pak të buta perimet. Dhe së bashku përsërisim edhe një herë, sepse përfundoi këtë tavë. Rezultatin do ta tregojmë sigurisht edhe në rrjetet tona, ku ju ndiqni recetat dhe na shkruani vazhdimisht. Përsërisim recetën e shkruar. Tava e prizrenit. Ju duhet 1 kilogram mish qingji, 2 qep të mëdha, 2 speca jeshil, mund të jenë dhe të kuq, zgjodhëm për ngjyra specat e kuq, 1 kungulleshk, 1 patlıcan, 2 domate të mëdha, 500 gram bamje, vaj ulliri ose dhjam i shkrir, me cilën gatuan shpesh Kosova, krip, piper i zi, piper i kuq dhe lëng mishi ose ujë i valuar. Këtë tavë do ta vendosim tani në furrë, e kemi të përngurohur furrën. Dhe ta lëmë të bëhet avash. dhe fillojmë direkt me hirtorin. Më nga vetë fjala hirtor, duhet hira, Që është vendos direkt këndshëm. I recetës, kur themi në vetë emrin e saj, duhet një hir bashkë. E kemi përgatitur dhe më përpara. E mbani mend që ne bëm gjizën e... Po, e mbajmë dhe kemi bërë dhe nga hirën qumshti, aty, po. pra është hira. Është hira nga qumshti, sepse kemi nga djathi, kemi nga dhe të tjera. Kam hirën, pak qumësht, millin e misrit që shtoj direkt, sikurse dhe kripën. Po të doni shtoni gjalp, në të kundërt shtoni vaj ulliri. Dhe sigurisht hirën në të. Shtojmë hirën. Masa duhet jetë e lëngshme. Normalisht, unë kam masa më të vogla. Dhe në varësi të sasisë, sigurisht ndryshojnë edhe. Sikur se shtoj dhe pakës fare qumësht. Po të dua unë, për shembull, pak qumshti, ato shihen e... Gjithmonë pak miell më njan për të sjell ato trajtën e duhur.
pak miell misit të bardhë. Tavën, ato të voglën. Do ta lyem në çik vaj këtë? Po, e lyem me vaj direkt. Dhe sigurisht që do ta përdorim këtë hirtor për të na shoqëruar receta të ndryshme. Tjetrën se bra gabim. Do ta vendosim tek tava. Shesht. Për ta shoqëruar pastaj në gatime të ndryshme, për ta përdorur... E mirë tani. Dhe jo edhe tek tava, që futëm në furrë, tava e prizrenit. Është një gatim që shkon shumë dhe me tavën e prizrenit, ja. E marë, Kemi gjanë kjo receta me ato recetat që kemë përgatitur për lindja. Dhallanik, gjizanik. Ja. Edhe në të njëjtën mënyrë është edhe hirtori. Përdorni hirën e qumshtit për ta përgatitur. Dhe direkte në furrë. Pra, e vendosim edhe hirtorin në furrë dhe së bashku përsërisim përbërësit e tij. Hirtor me miell mistri, shohim një herë se çfarë përbërësi dhe sa gram ju duhet për secilin prej produkteve. Për një tavë më të madhe, për gjithë familjen tuaj, ju duhet 1 litër hirë qumshti, 1 filxhan e gjysmë filxhan çaji me miell mistri, pak fare qumësht dhe gjalp krip për të zënë brumin. Siç është një brum i hollë, siç e ndoqët. E vendosni në një tavë të lyer me vaj dhe e piqni. Shohim më pas rezultatet. Dhe paralelisht me këtë do të kalojmë tek receta tjetër, por më njëherë pasi të kalojmë mesazhin promocional, është 1 minutë e shkurtër, kështu që rikthehemi shumë shpejt. Ja, jemi sërish në kuzhinë, vazhdojmë punën tonë për të sjellë recetën e tretë tashmë. Kemi vendosur tavën e prizrenit për të pjekur, hirëtorin gjithashtu, dhe tani kemi një gatim me lule shtrydhe. Po, është sezoni i tyre, kështu që do t'i shfrytëzojmë siç vëmë. Një ëmbëlsirë e shpejt, një mezvakt i duhur. I lehtë, po ka lule shtrydhe, tani sikur vinë tamam atë shihen, se kanë sezonin fiks të edhe çmimit. Unë t'i doja pak fare më të ëmbla. Pak fare më të ëmbla, përse do thoni ju, se më pëlqen e ëmbla, sepse do shkonte shumë mirë, kosit pa shtuar asgjë, as sheqer, por është e duhur. Kam kosin. Kam gelatin. Nëse ju do të vendosni fare rakia, nuk keni nevojë fare për gelatin, sepse i dim shumë mirë me pak ujë. Ne kemi arritur arrim vetë këtë rezultat. Që unë të jem e duhur dhe për palën që kërkon një ushqim të shëndetshëm, dhe për palën tjetër që duan se kanë problem, domethënë, nëse kanë. E vendos. Shiko, është tamam si gelatin. Derisa unë të arri dhe të shpërbëj masën, duke e ndihmuar me pakës fare një rrahje. Ja. Do të shtoj. Shtojmë edhe lule shtrydhet në copza. Lule shtrydhet. Një sekund. Lule shtrydhet i kam larë ose me sod ose me krip. Po. Është shumë e duhur. Kanë këto koret, këto që mbledhin goxha pa pastërti. Ja. Pesticidet. Po është dhe ose janë në dhe, gjë më kryesore që për ju që nuk doni të përdorni lule shtrydhet. Kemi gelatinën që e kemi të vendosur. Është në ujë ajo që të lëshohet pak. Dhe për ta nisur pse jo edhe mëngjesin është një pjatë e shëndetshme. Kos, para chia, lule shtrydhe. Lëm të freskohet, të qëndroj në frigorifer. Dhe sigurisht kemi fara, shikoj që por kjo ishte opsionale. E marë
dhe e vendos në një formë. Pra, kur duam që këtë recet ta kemi si ëmbëlsirë, shtojmë gelatinën dhe i japim në këtë formë. Edhe me fare të kia, pa gelatinën fare. Sepse vëm një masë dhe normalisht fara të du t'i vendosin në ujë për në kosë direkt. Dhe ngrin. Ato përfisin lëngjet e tepërta. Po të duam ne, tani. Shtojmë edhe disa lule shtrydhe, sepse kjo do kthehet mbrapsht, edhe do pritet si puna e tortës. Për më tepër, normalisht edhe shikoni nesër, sepse i duhet të risa orë, duhet të qëndroj gërgjarë. Të paktën i do 3 orë, të paktën, e duhura është 5 orë, e duhura. Por, po të nxitojmë, edhe me 3 orë, që qullosim në një gjë. Po për nesër, prap. Do t'ja kujtojmë prap nesër, Ambisa, ëmbëlsirën që gatuam sot, dhe do t'ja të regojmë ashtu të përfunduar të mbetur, nëse do rezistojmë do. Do rezistoj. Ja, shumë pak. Sa për një ëmbëlsi, një prekje si për me, për ëmbëlsirën. Dhe jemi në kohën e duhur, në vendin e duhur, në gatimin e duhur, edhe me shije plot. I bëjmë një përmbledhje tani recetave të treja, se përse i përfunduam. Kemi nisur tavën e Prizrenit, shojmë së bashku çfarë përmban ajo, një recetë e shpejtë, e shijshme dhe me ngjyra e shëndetshme, ka vetëm perime, edhe mish qingji. Përbërësit e saj janë këto, e shojmë së bashku recetën e shkruar, dhe do t'i kalojmë e pas tek hirtori, është në furrë duke u pjekur tava bashkë me hirtorin. Mish qingji 1 kilogram, do t'a zjeni mishin, se do na duhet edhe lëngu edhe mishi, 2 qep të mëdha, 2 speca jeshile ose të kuq, 1 kungulleshk, 1 patlıcan, 2 domate të mëdha, 500 gram bamje, vaj ulliri ose djam i shkrir, gjithmonë si pas sezonit, për shembull tani përdorim vajin e ullirit, kri, piperizi, piperi kuq, lëng, kërushi, mishi ose ujë vluar. Çfarë bën? Çfarë bën? Çfarë e ke këto lëngje rushi që thua? Se bëj shaka se nga trova vetë. Atëherë, ky ishte receta e parë. Kam thënë, zëra madhe është. Por, një sekond, edhe lëngu i rushit se jo më kothë. Te kjo receta? Te lëngu i rushit, ta them unë se është flet me njërë... Kaluan mosha dhe ikë shikimi, sof kaq largë më. Më dresh ka ti të bëj dhe humor, pa ti të që lëngu në rushit, sepse me diskutoni më përpara, lëngu i rushit kur është i pa bërë, normalisht e kalojmë në nap, e shtrydhim dhe e hedhim si për të tava, për t'i dhënë ata aftësinë e duhur. Ja, rrite, më justifikove, ja, rrite. Kalojmë tek receta e dytë, vazhdojmë, ne mbulojmë gjithmonë dhe e pjekim. Më si që pat, ka vetëm perime vendosur në një tavë prej balti, kaq. Kalojmë tek hirtori, receta e dytë. Gabove ku gabove, mund të hash edhe në një... E meritojnë, qëllova dhe një madhe. Hirtori me miell misri, ju duhet 1 litër hir, 1 fixhan e gjysmë miell misri, pak qumësht, gjalp dhe krip. Për miellin e misri do zgjidhni ola, ose miellin e verdh, ose miellin e bardh, ose një kombinim të dyjave. I përzini të gjithë përbërësit në një tavë të lyer me yndyrë, me vaj apo gjallë dhe e piqni. Dhe lexojmë tani ëmbëlsirën tonë me lule shtrydhe, recetën e tretë, të cilën sigurisht do ta vendosim tani me njëherë në frigorifer. Ëmbëlsirë me lule shtrydhe dhe kos. Ju duhet gelatin për ta piksur pak masën me shije lule shtrydheje pa sheqer. 300 ml ujë të ngrohtë, 200 gram kos i kulluar, 200 gram lule shtrydhe të freskëta. Përse duhet ujë ngrohtë për të vendosur farat fija që të dumehen ato. Këto ishin 3 recetat për ditën e sotme, do të jenë të postuara në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Shkruani, komentoni, na bëni subscribe, na ndiqni në rrjetet sociale, sigurisht për çdo recet ka foton për kacet, siç është këtu, siç është e gatuar, duke pritur që të përfundojnë gatimet. Do të shkëputemi nga kuzhina, nëse do t'jetë bërë në një recet, kur të përfundojmë me Denisa Shylen, se kemi parashikimin e yje për muajin qershor, të shohim si do t'jetë, a do t'jetë më i thjeshtë, më i lehtë si muaj, nga panorama astrologjike. Po, t'i thuash një fjalë të ëmbël, edhe do rregullohet pak. Nëse janë gati. Kështu që pas publicitetit do t'jemi me astrologen Denisa Shyle për muajin qershor. Momenti tani për pak astrologji, cilat janë
energjia në fakt e planeteve për muajin qershor, çfarë energjie të përgjithshme do të sjellë ky muaj që sapo kemi nisur, cilat janë mesazhet kryesore që na vijnë prej planeteve për secilën prej shenjave të zodiakut, 12 të tilla, kështu që me Denisën do të mundohemi të eksplorojmë diçka më shumë për çdo shenjë, për ato që kanë fat në më shumë në karrierë, në dashuri e me radhë. Mirë se erdhe Denisa. Se qeta si jeni. Mi jemi shumë mirë, por nuk e di si do të jetë ky muaj, nuk e di nëse do të jetë e njëjta energji që na vjen nga maji apo ka ndryshuar energjia astrologjike. Energjia ndryshoi në fund të majit, datën 31 kishim anën e plot tek shenja e Shqiptarit, ishte fillimi i fundit për shumë cikle. Cikle problematike në përgjithësi, prandaj edhe në këto momente mund të kemi pak a shumë është ujë, sikur tërbulluar. Normal që gjatë gjithë muajit qershor do të fillojmë që të vëmë re se si do të sheshohen gjërat. Deri në datën 19 mund të jetë pak problematike për të gjithë ne, Shqipërinë, duke qenë se hëna e plot kishte një ndikim shumë të fuqishëm tek populli jon. Ndërkohë që shenjat të cilat mund ta kenë pak më të vështirë këtë muaj, jo sepse nuk kanë fat, por sepse duhet të jenë shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, është shenja e dashit deri në datën 19 dhe shenja e akrepit. Ndërkohë që shenja që do ta kemë më problematike periudhën më pas në lidhje me të njëjtën temë është shenja e Demit dhe ajo e Shëgjetarit. Për shëndetin po flas. Për shëndetin po flas, po. Mendoj që shëndeti është më i rëndësishëm, prandaj ne them gjithmonë të parën. Ndërkohë që shenjat të cilat kanë më tepër fat gjatë këtij muaji, pavarësisht të gjitha këtyre gjërave, shenja e dashit për shembull ka mundësi që të rregullojë, të sheshojë shumë gjëra në jetën e tij, dhe mbi të gjitha do të kenë një çlirim vërtet shumë të madh pas datës 19. Shenja tjetër që ka fat shumë të madh në lidhje me karrierën gjatë këtij muaji do të jetë shenja e Gafores dhe ajo e Peshores. Këto dyja mund të them që do të kalojnë një stat më sipër, pra do të bëhen persona me tepër autoritet që njeh më tepër në fushat përkatëse. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për shenjën e Briciapit, siç e vini re shenjat kardinale gjatë këtij muaji kanë një ndikim më tepër ndikim. Kanë shumë më tepër ndikime, do t'ju duhet që të vrapojnë veç, sidomos shenjës e Gafores, sepse ka shumë atë ndjesinë që po ikën koha nga duar. Ndërkohë që shenjat të cilat kanë më tepër fat në përgjithësi, çfarë do që të bëjnë, kanë fat të shenja e Peshqve. Pavarësisht zgjedhjeve që bëjnë, do të kemë mundësi që të rregullojmë edhe gjërat nëse një problematik ose nëse shkaktojnë probleme vetes së tyre, prandaj dhe për shenjën e Peshqve mund të them që është një ndër muajt më me fat që kemi pasur. Okej, pra veçojmë peshkun për gjithë muajin qershor, pastaj në çdo drejtim. Në pak a shumë po. Fat, po le ti marrim me radhë tani si ndikon kjo energji për secilën shenjë, duke filluar me dashin, nëse pak a shumë tham ato shenjat të cilat janë më me ndikim ose që duhet të kenë më shumë kujdes, sidomos për shëndetin. Fillojmë me dashin. Atëherë, shenja e dashit për përsërisht deri në datën 19 duhet jemi të fokusuar më tepër tek shëndeti në mënyrë që të mos kemi probleme, por nga ana tjetër e njëjta gjë mund të shërbejë edhe që të vënë në jetë të gjitha mësimet që kanë marrë deri në këto momente, të spastrojnë nga jeta e tyre çështje problematike dhe të fokusohen më tepër, ose më them këshilla do të ishte që të fokusohen më tepër tek marrëdhëniet familjare dhe tek karriera e tyre, duke qenë se gjatë gjithë këtij muaji do të kemi mundësi të shumta që në jetën tonë, në lidhje me familjen ose për të kryer familje, në disa raste kemi mundësi edhe për të rregulluar komunikimin që kemi brenda familjes, duke qenë se do të jemi të qetë pak a shumë, nëse e rregullojmë këto, për në vizojmë përsëri, atëherë do të kemi mundësi për të pasur një rritje dhe për të pasur një sukses më të madh në karrierën tonë. Marrëdhëniet personale, sidomos lidhjet afatgjata, janë ndikime pozitive gjatë këtij muaji për shenjën e dashit, prandaj detyrimisht, nëse keni nevojë për një moral ekstra, mund të përdorni ato. Okej, do të vijojmë tani me shenjën e 2 Demi. Shenja e Demit, pjesën e parë të muajit këshillojmë do të ishte që të spastrojmë nga jeta jonë të gjitha marrëdhëniet problematike, të cilat deri në këto momente mund të na kenë mbajtur mbrapa ose pak a shumë mund të na kenë lodhur sepse nuk kemi gjetur atë balancën tonë ose nuk kemi mundur që të kryejmë diçka të shëndetshme, duke qenë se pjesa e dytë e muajit do të jemi më tepër të fokusuar për të kryer stabilitet, si ekonomik, po ashtu është e vlefshme edhe do të fillojmë që të marrim disa mësime të cilat mund të jenë pak më të dhimbshme dhe nëse se kemi dhe barën e personave problematik, normal që bëhet jeta më e vështirë. Ndërkohë që nëse i spastrojmë këto, kemi mundësi shumë të madhe për të jetuar pak a shumë në luks për shenjën e Demit, ka një ndikim të tillë, dhe kemi shumë fat për të krijuar diçka stabil, si brenda familjes, shtëpisë, po ashtu dhe në lidhje me karrierën, është një nga shenjat që mund të ketë rritje më të madhe, por përse në qoftë se thjesht jemi të qetë dhe nuk kemi në jetën tonë ndikime negative, prandaj dhe spastrimi i mirë është i rëndësishëm. Është rëndësishme, siç tham, rrethi me cilën e rrethi, me çfarë kalojmë, ndikon më së shumti
shumëti në çdo proces tonin? Si ato, edhe shëndetësor, me që nëse përmendej që pas 19-s, po dhe nuk është një periudhë e shkurtër, do të jetë një periudhë e gjatë, prandaj vërtet që do të këshilloj që ta përdorim, do të jetë një periudhë afërsisht 6 vjeçare, prandaj dhe është në qoftë ne nisim ashtu siç duhet dhe aplikojmë edhe mësimet që mund të kemi marrë në këto momente. Ecim aty ku na duhet të ecim, dhe ndalojmë aty ku duhet të ndalojmë. Nxjerrim nga jeta jonë të gjitha elementet negative ose problematike, ose të paktën krijojmë një farë distance të shëndetshme, sepse jo të gjithë mund të heqim nga jeta jonë, kemi realisht. Prandaj, nëse arrim të bëjmë këtë, kemi shumë më të thjeshtë në të vërtetë, shenja demi, siç e thashë, jetoj në luks. Mund të fitoj edhe nga materiale. Luks financiar edhe emocional, edhe emocional, po. Nga heqja e personave toksik. Kalojmë tek binjakët. Shenja e binjakëve ka një ndryshim kolosal gjatë gjithë këtij muaji. Në të vërtetë është pak a shumë një muaj dhurat, duke qenë se në fund të muajit do të kemi kalimin në retrograd të Mërkurit, që është drejtuesi i tyre. E kjo do të thotë që pjesa e komplete korikut mund të bëhet e vështirë, prandaj ky muaj është vërtet muaj dhurat, do të këshilloj që ta përdorim. Pikat ku do të ishte më e këshillueshme që të përdoret është për të krijuar një farë rrjedhe ose më të gjejmë të shtigje ku mund të jemi të suksesshëm si në lidhje me karrierën, të krijojmë kontakte të cilat na bëjnë të ndjejmë mirë, duke qenë se gjatë gjithë muajit qershor do të kemi shumë njerëz të rinj që hyjnë në jetën tonë, ose rikthime nga individ që kemi njohur që nga shkuara, kemi mundësi që të krijojmë një ambient ku ndjehemi mirë, të largohemi nga pesimizmi nëse jemi ndjerë në mënyrë të tillë, dhe mbi të gjitha do të kemi edhe mundësi që të jemi persona shumë përparimtar, ose që të kemi ide të cilat na ndihmojnë që të avancojmë shumë shpejt, jemi të suksesshëm. Pra shenja e binjakëve është vërtet shumë e suksesshme gjatë gjithë muajit qershor, prandaj të këshilloj që ta përdorim, sidomos pas datës 16, duke qenë do të kemi edhe një hanë të re tek shenja e tyre, kemi pak a shumë ndryshime komplet identitetit të tyre, është një ndikim shumë i madh pozitiv, më duhet ta nënvizoj disa herë, sepse do të gjejmë pikërisht veten e tyre gjatë kësaj periudhe dhe automatikisht do të kenë mundësi që ta aplikojnë këtë. Marrëdhëniet personale janë shumë të ndikuara pozitivisht vërtet në këtë rast, sepse identiteti i tyre do të jetë shumë më i përshtatshëm për të krijuar diçka më të shëndetshme dhe kemi një ndikim shumë pozitiv në lidhje me të ardhurat materiale. Gjatë gjithë muajit. Ndikim që vjonte edhe te gaforja, apo jo, meqense do kalojmë te gaforja tani dhe ishte shenja më karrieriste ndoshta. Po, është gaforja si vjen ndikimi pozitiv tek të ardhurat materiale, si rrjedhoj e aprovimit që do të ketë në karrierë, sepse ka një rritje dhe një sukses shumë të madh në karrierë. Mund të kemi disa sfida që do të dalin sidomos pjesën e parë të muajit, por të gjitha këto sfida faktikisht na bëjnë që të tregojmë veten tonë. Pra, pak a shumë që të bëjmë persona që bijmë në sy kur zgjidhim problemet që dalin, dhe seri do kemi edhe mundësi që të avancojmë më tepër, bëjmë persona të cilët në një farë mënyrë kanë një farë autoriteti më shumë. Kjo është e vlefshme edhe për marrëdhëniet personale. Gjatë gjithë këtij muaji do të kemi një rregullim të këtyre marrëdhënieve, duke qenë se shenja e gaforës është më e vetëdijshme dhe më e përgjegjshme, kundrejt gjithçka që kanë jetë, por sidomos kundrejt personave që kanë jetë në saj. Nga Mërkuri në retrograd do ndikojë edhe shenja e gaforës, po do të jetë muajin tjetër normalisht. Gjithsesi do të fillojmë që ta ndjejmë gjatë gjithë këtij muaji se si mund të ndryshojnë dinamika, sepse mund të ndryshojnë shumë shpejt dinamikat brenda shtëpisë, sidomos marrëdhëniet që kanë me prindrit e tyre. Prandaj do të këshilloj që këto t'i mbanim shënim, pak a shumë në mënyrë që të kemi dhe mundësi që t'i aplikojmë zgjidhjet e problemeve gjatë gjithë muajit korik, ndërkohë që përsa i përket ardhurave materiale, këtë po e nënvizoj që të bëjmë investime të reja në këto momente është e rëndësishme. Këshillat mund t'i marrim nga gjithkush, por personat të cilët do të këshillojmë më tepër që të drejtohemi, do të jenë persona ekspert të fushave të tyre. Jo ata që i njohim detyrimisht, por ata që janë ekspert të fushave të tyre. Po. Jemi me Luanin tani, radha e Luanit. Shenja e Luanit është në parapërgatitje për Jupiterin që të kalojë tek shenja e tyre. Është një ndërshenje që ndikohet vërtet shumë. Kishim një hanë të re ndjes, kishim një hanë të plot në fund të majit, në datën 31 maj, e cila ndikoi pothuajse drejt për së drejtë tek marrëdhëniet personale dhe krijimin e diçka të re, ose përheqjen e pengesave për të krijuar diçka të re, një projekt të ri i cili mund të sjellë të ardhurë materiale, por nga ana tjetër mund ta bëjë të ndihet më i përshtatshëm me ambientin që i rrethon. Si rrjedhoj shenja e Luanit e ka pak më të thjeshtë muajin qershor, sidomos nga shoqëria me një ndihmë shumë të madhe, mund të kemi fillimin e realizimit të ëndrave dhe të qëllimeve të tyre. Kemi një ndikim i cili mund të bëhet pakës i vështirë pas datës 19 qershor, duke qenë se do të kemi kalim në Shironit tek shenja e Demit, dhe kjo do të thotë që mund të kemi sfida brenda karrierës. Sidomos në qoftë se ne nuk dim se ku qëndrojmë, nuk jemi të sigurt për karrierën që kemi në këto momente. Madje në qoftë se nuk arrim që ta perceptojmë se
të cilët janë persona që nuk ne kanë më shumë të mirë, bëhet fjalë përsëri në lidhje me karrierën, do ta kemi më të vështirë pjesën e dytë të muajit, por nëse se pjesën e parë e shfrytëzojmë për të piketuar pikërisht tolle problemesh dhe për të zgjidhur ato, pjesa e dytë e muajit mund të thotë edhe një rritje vërtet shumë e madhe si në të ardhur materiale dhe në moral, duke qenë se do të kemi edhe Venusin të vendosur tek shenjatori që gjithë muaj qershor pothuajse. Gjithë muaj qershor i pozicionuar. Kalojmë tek Virgjëresha. Por shenja e Virgjëreshës, një lloj siç ishte tek shenja e binjakëve, është një muaj dhurat, duke qenë se Mërkuri është drejtuesi i shenjës së Virgjëreshës, por e kanë më të thjeshtë madje se sa shenja e binjakëve për ta përdorur, duke qenë se Mërkuri do të ketë dhe kënd pozitiv me ta. Kjo do të thotë që vazhdojmë që të kemi ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, vazhdojmë që të marrim një ndihmë edhe nga personat që kemi pak a shumë investuar kohë deri në këto momente. Një nga arsyet më të rëndësishme të kësaj është se shenja e Virgjëreshës e ka më të qartë idet gjatë muajit qershor. Sidomos nëse kanë qenë të pasigurt në lidhje me karrierën e tyre, me banesën e tyre, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhënien që kanë me partnerët e tyre. Duke qenë sa më të qartë në idenë këto pikpamje, ka më të thjeshtë të veprojnë. Nga ana tjetër kemi ndryshime shumë të mëdha për gjithë personat që duan të ndryshojnë, si vend e punës, po ashtu edhe shtëpinë, banesën e të tjerë, ose duan të bëjnë ndryshime brenda shtëpisë. Kjo është një nga muajt më pozitiv, duke qenë se edhe sistemi na ndihmon ose më vërtet na shtyn, na nxit që ta bëjmë këtë. Pika që ka më tepër fat shenja e Virgjëreshës dhe ka mundësi që ta përdore është pjesa e karrierës. Në të vërtet, muaji qershor në përgjithësi gjitha shenjat ndikon mirë për sa i përket karrierës, por shenja e Virgjëreshës e ka më tepër që zgjedh rrugën që do të ndjek. Pra, nuk është një sukses që do të vazhdojë thjesht gjatë muajit qershor, do të jetë edhe në vazhdim, prandaj hapat e parë që do të bëj drejt saj. Si ridoj do të këshilloj që të jemi më të vëmendshëm në atë çfarë zgjedhim dhe nëse diçka nuk funksionon, duhet të heqim dorë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme, duhet vërtet të heqim dorë. Duke filluar nga data 19 qershor tutje, të gjitha mësimet mund të na vinë pak më me tepër dhimbje, të gjitha mësimet që ne duam të marrim në përgjithësi. Prandaj dhe në këto momente të heqim dorë nga ato çfarë janë problematike është e rëndësishme. Gjithsesi, përpërsërisht është një muaj pozitiv në total. Është për gjithë shenjat. Kalojmë tek peshorja tani. Shenja peshore, se thash, ndikime pozitive ka në lidhje me karrierën, ka vërtet një ndikim shumë të madh pozitiv këtu. Pjesa e parë e muajit, ajo ku mund të ketë problematike, marrëdhëniet që ka brenda problema në çift, sidomos nëse këto është e disbalancuar dhe mund të kemi sakrifikuar më tepër nga karriera për të qenë më mirë brenda lidhjes, ose ana sjelltas, nëse kemi bërë këtë së gjë, do të na duhet që të krijojmë një balans të re. Për fat të mirë, shenja e peshorës e ka aftësinë për ta bërë këtë gjatë këtij muaji. Kemi shumë ndikime të cilat e stabilizojnë në mënyrë të dukshme, kemi shumë ndikime të cilat e bëjnë më tepër mendjen prehtë dhe e ndihmojnë si rrjedhor që të zgjidhë problemin nëse dalin. Gjithsesi, pavarësisht të gjitha këtyre, vërtet që po e them këtë, duhet të jemi shumë të vëmendshëm që këto balanca të mirëmbajmë. Nëse ne i prishim këto balanca, vërtet që mund të na çojnë edhe në probleme brenda në çift sidomos, të cilat mund të rezultojnë edhe në ndarje, ndoshta jo gjatë këtij muaji, por gjatë muajve në vijim. Duke qenë se Venusi do të jetë vendosur tek shenja e Luanën në pjesën dërmuese të këtij muaji, domethënë edhe një ndihmë shumë e madhe që vjen nga shoqëria, fillimi i realizimit të ëndrave që ne kemi, jemi pak më të zjarrt edhe në marrëdhëniet tona personale, prandaj dhe po e nënvezoj këtë zjarri mund ta përdorim edhe për të zgjidhur problemet që mund të kemi në çift. Kalojmë tek Akrepi. Shenja Akrepi, pjesën e parë kemi të fokusuar tek shëndeti, marrëdhëniet që kemi me kolektivin ton, ku mund të bëhen problematike, madje mund të përballemi edhe me probleme të shkaktuara prej tyre, të cilat na ndikojnë pothuajse drejt për së drejti në avancimin ton në karrierë ose për të qenë të suksesshëm. Për këtë arsye do të këshilloj që shenjës Akrepi që pjesën e parë të muajit të mos reagojnë. Të gjitha reagimet që mund të bëhen, mund të keq kuptojnë dhe mund të përdoren, prandaj që të jemi shumë të përmbajtur ka shumë rëndësi, ndërkohë që të fokusohemi tek shëndeti është e rëndësishme, si do të fokusohemi që të jemi të kujdesshëm për ato çfarë konsumojmë. Të fillojmë të krijojmë edhe një farë rutine e cila është më e shëndetshme për ta mirëmbajtur dhe më vonë, që domethënë të jemi më aktiv fizikisht, të bëjmë sport e të tjerë. Pas datës 19, duke qenë se ndikimet do t'i kemi tashmë drejt për së drejti tek marrëdhëniet personale, sidomos lidhjet afatgjata do të ndikojnë, mësimet që kemi marrë jemi të detyruar që t'i aplikojmë. Dhe kemi dhe aftësi për këtë arsye që të ndërtojmë diçka shumë herë më të shëndetshme. Për shenjën e Akrepit mund të themi që është një ndër shenjat e cila ka më tepër fat në lidhje me çështje sentimentale, të përdorur pra mësimet që ka marrë ka rëndësi në mënyrë që të krijojë diçka më të shëndetshme. Dhe kalojmë tek shigjetari.
Shenja e shigjetarit vazhdojnë të vazhdoj që gjithë muajt, po thoj se tjetë në ndikimin e Hanës së Plot, që ishte të shenja e tyre, duke qenë se nuk më paron. Ishte një proces shumë i gjatë, i cili ka filluar që para një viti dhe do të vazhdoj deri në fund të muajit qershor. Kemi mundësi që të heqim nga jeta jonë të gjitha temat të cilat na kanë lodhur, të gjitha dinamikat problematike, si marrëdhënie personale, brenda familjes kemi një rregullim ose ndryshim në vartësi të individit, do të kemi ndryshime të shumta edhe në konceptimin që kemi për jetën, prandaj edhe detyrimisht mund të gjejmë edhe rrugë të reja për të realizuar atë. Fillimin e projekteve të reja në këto momente do t'ju këshilloja, sidomos gjatë gjithë muajit qershor do të mund të marrë një ndihmë shumë të madhe edhe nga personat që kemi rreth rrotë për të arritur një farë stabilitet në anën ekonomike, por kjo vërtet që nuk është se vjen vetë. Duhet patjetër që të heqim dorë nga tematikat që janë problematike ose toksike, më të themi, marrëdhënie të tilla. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, që ka mundësi që ta bëj këtë, më të themi, ose do të jetë detyruar, atëherë do të kemi më tepër mundësi gjatë gjithë muajit, edhe korik, edhe gusht, të kemi një rritje shumë të madhe në çdo aspekt të jetës, sepse bëjmë më të suksesshëm, po thjesht në çdo aspekt. Te Bricjapi kalojmë tani. Shenja e Bricjapit është zhvillimi më i madh dhe më i sigurt në këtë moment është në karrierë, bie shumë më tepër në sy. Kjo sepse është më i qetë për sa i përket familjes. Kemi një përgjegjësi më të madhe ndoshta këtu dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin e familjarëve tanë, në qoftë se janë problematike, por dhe nuk duhet ta tejkalojmë për kujdesin që kemi për ta, duhet të përkujdesim edhe për trupin tonë, për veten tonë. Kjo, nga ana tjetër, siç e thash, duke qenë se do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, ndihemi mirë me veten tonë, jemi më të suksesshëm, na dëgohet më tepër fjala dhe kjo na ndikon edhe në marrëdhëniet tona personale. Si rrjedhoj, për shenjën e Bricjapit, muaji qershor mund të jetë një ndër muajt i cili fillon të mendoj që të krijoj familje, të bëhet me fëmijë dhe nga ana tjetër do të kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm edhe për sa i përket krijimit të lidhjeve të reja tek shenja e Bricjapit. Këto lidhje në përgjithësi ka një përgjegjësi të madhe, pra nuk është janë lidhje kalimtare, sidomos Hana e Plot që do të jetë në fund të muajit tek shenja e tyre do të ndikojë vërtet shumë sepse mund të mbarojë edhe ciklin ku janë beqar, le të them. Okej. Dy shenjat e fundit shpejt ujori, peshqit, ujori tani. Shenja ujorit është një ndër shenjat që ka ndikime shumë të fuqishme në këto moment sepse po ndryshon. Po ndryshon mënyrë se koncepton jetën, kemi fillimet të projekteve të reja, fillimin e lidhjeve të reja, hyrjen në jetën e tyre të personave që mund të krijojnë lidhje, të cilat janë shumë të përshtatshme për ta. Do të vazhdojmë që të jemi në periudhë të gjatë në këtë frym. Madje data 15 mund të shënoj edhe fillimin edhe të shtatzënive, në disa raste ose të fillimit të diçka të re, të një projekti të ri për fëmijë të ri, i cili do të ndikojë edhe në lidhje me të ardhurën materiale. Marrëdhëniet personale në këto momente janë shumë të ndikuar, sidomos marrëdhënie familjare. Do t'i këshilloja njerëz si fillim që nëse kemi problem brenda familjes, të sqarojmë pjesën e parë të muajit, se pjesën e dytë mund ta kemi pak më të vështirë që ta artikulojmë ashtu siç duhet, ndërkohë që pjesën e parë edhe komunikimin e kemi pak më të butë, artikulimin e përzgjedhjen fjalë më të buta, të cilat mund të na ndihmojnë në këtë aspekt. Pika tjetër ku edhe shenja e ujorit do të këshilloj që të jetë i vëmendshëm, do të jetë ana fizike, por në mënyrë të mos e teprojë me gjërat, sepse kjo mund të krijojë një trysni tek sistemi nervor, e cila mund të përkthejë edhe në probleme shëndetësore. Dhe shenja e peshqve, po, është shenja më me fat, e përmenda, është shenja më me fat, mbi të gjitha. Kemi mundësi që të ndryshojmë jetën tonë, ashtu dhe ta shndrojmë në atë çfarë duam ne, në çdo aspekt të jetës. Krijimi i lidhjeve të reja është pothuajse pashmangshme, nëse normalisht duam që të kemi diçka të tillë, mund të kemi mundësi edhe për të filluar një martesë, të bëjmë me fëmijë, kemi mundësi për të krijuar edhe rrugë të reja, të cilat nëse vazhdojmë që të ndjekim, mund të thotë edhe të ardhurë materiale vërtet shumë të mira. E vetëm që mund t'i pengoj jeni ju, prandaj mos e pengoni veten tuaj, pra ecni. Me peshqit. Se çdo gjë pas kanë vaj këtë muaj. Faleminderit Denisa për shpjegimin profesional të panoramës astrologjike për muajin qershor. Ka publicitet, flesh informativ, na rikthejmë përsëri në rreze pas pak. Mirë se erdhët përsëri në Rreze Dielli. Si kundër e përmenda temën për ditën e sotme në komunikimin dhe në bisedën me Altin Jokun, do të flasim për dhimbjet e kockave, për dhimbjet e gjurit, çfarë po na dëmton, cilat janë ato shenja që na tregojnë që densiteti i kockave nuk është në nivelin e dur, cilat janë ushqimet apo produktet anti-inflamator natyral, si ti mbrojmë kockat mbi të gjitha. Përshëndetemi fillimisht me Altin Jokun. Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes, po ju përshëndes si gjithmonë dhe i rekomandoj si gjithmonë teleshikuesve që të konsumojnë një gotë kefir në mëngjes. Edhe një gotë ndarë do ishte mirë.
Po, kemi folur për kefirin e për vlerat e jashtëzakonshme që ka për të na freskuar dhe për të na mbajtur fort të shëndetshëm sistemin e tretjes, apo jo, duke qenë se ju e keni... Jo vetëm të tretjes, të gjithë sistemi tonë imunitar dhe pjesës metabolike. Absolutisht, probiotik natyral. Mirë edhe këtu të mërkur Altin, kemi zgjedhur të flasim me shumë gjasa, do të kemi informacione si gjithmonë dhe kuriozitete për ata që vuajnë nga dhimbjet e gjurit dhe të kockave. Shumë persona na kanë shkruar në rrjetet tona sociale për ta trajtuar këtë temë, edhe pse ne kemi trajtuar dhe atë herë më parë, disa kohë më përpara, por gjithmonë kemi informacione të reja dhe këshilla të vlefshme për shikuesit tanë. Altin, pse dhembin kockat? Çfarë i dëmton ato? Si fillon dhimbja? Pse, mund të them që kockat janë një lloj ekosistemi i gjallë. Dhe brenda tyre qarkullojnë minerale, ndërtohet kolagjeni, komunikojnë hormonet, aty brenda vepron dhe sistemi imunitar, ushqen qelizat, bëjnë rinovime të ndryshme gjatë gjithë strukturës saj. Kockat janë si një lloj pylli që mund të themi, që nuk përbëhen vetëm nga pemët, por nga një ekosistem i gjatë, pra nga toka, nga uji, nga mikroorganizmat, ndikon klima, kështu dhe kockat janë një ekosistem të drejtim. Tani, në momentin që këto kocka dhëmin, nuk dhëmin vetëm, ose problemi nuk është vetëm tek një element. Në përgjithësi njerëzit, kur thonë dhëmin kockat, mendojnë se kanë ose mangësi të kalciumit, ose mangësi të magnezit, ose po të paktën këtu e kufizojnë. Prandaj dhe unë e zura si një pyll. E para mund të jetë një inflamacion i heshtur, i lehtë, që mund të jetë kronik në trupin tonë. E dyta është mungesa e vitaminës D, që nuk lejojnë që mineralet të futen aty ku duhet. Shkaki i mungesës vitaminës D, ne dim shumë mirë që pa vitaminë D të mjaftueshme, kalciumi nuk arrin që të futet dhe të fiksohet ose të lidhet ashtu siç duhet në kockë, ose më saktë shpërbëhet. Nga ana tjetër mund të jetë magnezi, zinku, bori, bakri, mangani, silici. Këta janë punëtorë të vegjël të patdukshëm, roba qepës. Pa të gjithë struktura e kockës, është ajo struktura metalike që mban pallatin që ne nuk e shohim të strukturës është i veshur, por është pikërisht kjo lloj strukture. Mungesa e gjithë tyre, sidomos edhe magnezit, sepse ne dim shumë mirë që magnezi ndihmon aktivizimin e vitaminës D dhe ruajtjen e strukturës normale në kocka. Dhe kur mungon, trupi humbet një nga mekanizmat kryesor të mbrojtjes së skeletit. Edhe nga vitamina D është kalciumi edhe elementë të tjerë, pra janë të lidhur me një tjetrin. Një element tjetër është inflamacioni në zor. Në qoftë se ne kemi një zor e cila ose një disbiozë në zor, ose nuk kemi përfithje të mirë të mineraleve apo lëndëve, pra të nutrientëve, atëherë kocka do ngelet pa lëndën e parë për të rigjeneruar. Një aspekt tjetër janë hormonet, sidomos të gratë. Hormonet duke qenë dirigjenti i orkestrës sonë biologjike, kur ato destabilizohen, atëherë i gjithë ritmi në trupin tonë ndryshon. Dhe një nga elementet kryesor që goditet drejt për drejt është pikërisht skeleti, duke filluar pastaj edhe me kockat e indet e tjera. Një element tjetër është stresi kronik. Kur stresi është i lartë, kur niveli i kortizolit rritet, pra është në mënyrë kronike i rritur, trupi futet në një gjendje mbijetese. Dhe kjo patjetër ka për të ndikuar jo vetëm në densitetin kockor, por fillimisht në gjitha proceset e riparimit të trupit, në gjitha proceset metabolike, në proceset e rritjes së nivelit të inflamacionit, dhe kjo do bëjë që densiteti i kockave të preket. Dhe tregojmë që mund të kemi ndoshta konsumohen gradualisht të gjitha rezervat që ne kemi në kocka. Element tjetër është gjumi, sa më i dobët e gjumi, patjetër që ka një ndikim në mënyrë të indirektshme te kockat. Mungesa e aktivitetit fizik është një tjetër arsye, ku njerëzit janë shumë ulur sot, sidomos në kohë, nuk lëvizin shpesh, apo mbi pesha e tyre, do humbasin densitetin e tyre. Tjetër, ekspozimi ndaj metaleve të rënda dhe pesticideve, kryesisht metaleve të rëndave dhe toksinave mjedisore, nga kimikatet që ndikojnë direkt tek metabolizmi i kockave, sepse rritet një inflamacion kronik që mbahet gjithmonë lart dhe patjetër që ka përdikuar te kocka. Një element shumë i rëndësishëm që pothuajse nuk përmendet fare, ose konsiderohet si diçka shumë minimale, është silici, që është një mineral i nënvlerësuar. Nëse mund të themi kalciumi është ajo tulla
që ndërton muret tona të shtëpisë, silici konsiderohet si skela që ndihmon të gjithë pjesën e punëtorëve dhe mbarvajtjes së gjithë tipalati për të ndërtuar. Pra skela që mban gjithë të situatë. Sepse silici merr pjesë në formimin e gjithë matricës së ndërtimit të kolagjenit dhe të lidhjes të gjithë mineraleve të tjera të kockës. Dhe është një nga elementët në naturopati nga më të rëndësishmit të cilët nuk i vjet fare rëndësi, që ka lidhje edhe me lëkurën, edhe me flokët, dhe me indetise, edhe me problemin e kockave. Një tjetër janë bakteriet dhe viruset. Në qoftë se ne na aktivizuar disa baktere, sidomos Epstein-Barr, megalovirusi e të tjerë, ndikojnë në inflamacionin afatgjat që sillin edhe problemet e fibromialgjit, sillin probleme me kockat në përgjithësi. Tjetër është dëmtimi i lëngut sinovial, që nuk po sepse është një lëng që lubrifikon gjithë pjesën e nyjeve të kockave. Tjetra mund të jetë mungesa e kolagjenit, që ka humbur cilësinë e tij, mosha, dietë e varfër, sëmundje autoimune, dëmtimet që ne mund të hasim. Të gjitha këto mund të themi që është një nga ekosistemi. Tani te puna e ushqimit që më the, nëse kockat janë gjithë ky ekosistem, atëherë ushqimi është klima që e mban këtë ekosistem të rregullt, ose e mban që ky ekosistem të zhvillohet, të ulëzojë, që mos degradojë. Dhe çdo kafshat që ne fusim në gojë është një mesazh biologjik për trupin tonë. Dhe po ashtu është një sinjal që i thot trupit ose ta ndërtoj ose ta shkatroj. Shumë njerëz mendojnë se varet vetëm nga disa element problemi i kockave. Jo, nuk mjaftojnë vetëm tullat. Mjaftojnë gjithë ato elementë që u thash. Trupi ka nevojë për proteina cilësore për të ndërtuar një kolagjen mirë, ka nevojë për vitaminën D, ka nevojë për kalciumin, ka nevojë për vitaminën K2, ka nevojë për magnezin, borin dhe elementë të tjerë, për silicium po ashtu, ka nevojë për vitaminën C, që është pararsja e ndërtimit të kolagjenit, sepse nuk ndërtohet siç duhet kolagjeni dhe është i dobët. Dhe po ashtu që ka përndikuar dhe te inflamacioni vitamina C. Pra dieta është një nga bazat kryesore të ushqimit ose ushqimi, ajo kafshata që futim në gojë gjithmonë në mënyrë të përhershme, jo të njershme. Pra, do një kohë të gjatë që këto probleme të rrisin. Altin, ju përmendët një listë të gjatë, përmbledhasi për dhimbjet e kockave, arsyet pse dhimbin kockat. Por ata që na ndjekin kanë dhimbje kockash, si të drejtohen tek mjeku? Pra, çfarë analizash laboratorike ose si ta gjejnë ku e kanë arsyen, një nga këto arsyet që ju përmendët? A ka analiza specifike? Ka analiza specifike, por ka dhe analiza të indirektshme. Pra në mënyrë të indirekt, pra në formë indirekte, mund bëjnë disa analiza që të kuptojnë ku kanë filluar problemet me kockat. E para një do të bëhet CRP-ja ose proteina C reaktive për të parë nivelin e inflamacionit. Dhe erosendimenti ose SR-ja që quhet. Do të bërë vitamina D, duhet bërë magnezi dhe duhet bërë kalciumi, bëhet një gabim të kalciumi që kanë vëre, bëhet vetëm kalciumi total. Duhet bërë dhe kalciumi ionizuar. Duhet bërë fosfori, duhet shikuar niveli i anemis ose i hekurit, dhe po ashtu duhet bërë faktori reumatoid, ana A-ja dhe ana tjetër edhe acidi urik. Këto mund të jenë analizat bazë për të kuptuar në çfarë gjendje jemi në momentin e parë. Gjithashtu përmendët që ndër arsyet është edhe pesha e tepërt. Pra, kur ne jemi mbi peshë, sigurisht kjo ndikon edhe tek dhimbja e kockave, apo jo, dhe sidomos dhimbja e gjurit, që është një nga më të përhapura. Ndikon shumë sepse gjuri nuk mund të mbajë, sepse është gjithë forca e rëndesës të pjesa e pjesës këmbë apo të gjurit të mbajë më tepër kilogram se ç'duhet. Tani ta imagjinojmë këtë gjuhë sikur është një lloj ure. Në këto urë ka një normativ, një peshë të saktuar që duhet kalojë. Dhe sa më shumë ngarkesë të vendoset mbi këtë, aq më shumë kanë për të filluar të konsumohet gjithë struktura e kësaj ure. Dhe në një moment saktuar, jo menjëherë, gradualisht kjo urë ka për të rënë. E njëjta gjë, çdo kilogram shtesë në trup, gjuri patjetër do ta përjetojë me një forcë sipërfaqe. Për shembull, njerëzit kujtojnë se me 10 kg më shumë, ata nuk e kuptojnë që për çdo hap që të bëhet, ajo shumë fishohet në një ngarkesë mekanike. Pra nuk është 10 kg. Është 10 herë 10 herë 10 herë 10 herë 10 për çdo hap që ecim ose për çdo kohë që ecim. Nga ana tjetër, dhjami nuk është, pra yndyra, dhjami, po themi mbi pesha, nuk është një rezervë energjie. Qelizat dhjamore prodhojnë vazhdimisht substanca inflamatore që quhen citokina dhe adipokina. Janë dy
nga inflamacionet më të mëdhenj dhe janë si i dërgojnë mesazhe kimike në trupin tonë që ushqejnë inflamacionin në të gjithë organizmin dhe rritja e këtij inflamacioni ka për të ndikuar. Prandaj obeziteti dhe pesha do ndikojnë te kjo pjesa. Pra, edhe tek citokinat, por edhe tek mbi pesha në aspektin fizik, pesha e tepërt ka për të ndryshuar dhe mënyrën se si do ecin, sepse ndryshon gjithë struktura e trupit, shpërndarja e forcës, ndryshon pozicionimi i legenit, ngarkesa, pra nuk ka vetëm kockat, ndryshon se si ne do punojmë, se si do ecim, si do ngjisim shkallët me vështirësi, si do marrim frym, ndikon deri te mushkëria, pra te oksigjenimi. Kështu që gjurit ose këto gjunjt ose kockat kanë për të kompensuar të gjithë to ndryshimet të cilat kanë për të filluar, kanë për të mbajtur gjithë lloj peshe. Dhe ka për të bërë një gjë tjetër. Dhjami dhe yndyrë tepër do favorizojë dhe rezistencën ndaj insulinës. Dhe kur insulina nuk funksionon mirë, çfarë do bëjë? Do rritet inflamacioni sistemik dhe do dëmtohet i gjithë mikroqarkullimi, do ngandalsohet procesi i riparimit të indeve, se vetë niveli i lartë i glicemisë nuk bën që të riparojnë indet. Dhe kjo ka për të bërë që dëmtimi në kockat tona do jetë shumë herë më i madh, po dhe riparimi do jetë shumë herë më i vogël. Prandaj, bipesha është nga arsyet kryesore që e bëjnë këtë gjë. Meqense jemi tek dhimbjet e gjurit dhe këto e vërejmë edhe tek të rinjt, të njëjtët faktor që ju përmendët në përgjithësi për dhimbjen e kockave shkakton dhe dhimbjen e gjurit, që është një dhimbje më e lokalizuar që befas lind një dhimbje aty. Pra përveç se peshës, janë dhe këto faktorë të tjerë? Ka faktor plot. Si do të kuptojmë ne se trupi jep jo vetëm të gjurit, po i them edhe gjuri, po shiko, trupi jep gjithmonë sinjale. Dhe dhimbja ndonjëherë mund të jetë e vazhdueshme ose jo. Fillimi i dhimbjeve për të kuptuar ku kemi probleme edhe me kockat e gjurit, fillon në shpinë zakonisht. Por mund të fillojë edhe tek ijet, por mund të fillojë edhe pas herët e gjunjt, Kjo është një nga shenjat. Tjetër, çfarë duhet të kuptojmë? Kur ne sot kemi matur gjatësinë. Dhe vitin tjetër masim prap gjatësinë tonë. Nëse jemi 1.80 dhe kemi rënë 1.79, kemi kuptuar që kemi densiteti? Densiteti kockave, që ne masim vetë, po flasim gjithmonë. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë kur thonjt kanë filluar të bëhen të brisht. Kur flokët kanë filluar të humbin vitalitetin, shkëlqimin, jo thjesht kanë rënë. Kur shikojmë që peshat nuk i ngrëm dot dhe muskulatura ka filluar të dobësohet. Kur kemi ngërçe të shpeshta, bllokime të shpeshta, kur kemi dhimbje gjatë natës, sidomos të këmbët. Kur kemi një lodhje të pashpjegueshme që kemi ngjitur 3 kate më parë dhe tani 3 kate nuk i ngjisim dot. 3 kate janë pak, po them një sasi të caktuar shkallësh. Kur shikojmë që jemi dëmtuar ose goditur diku, jemi përplasur, pa një cep shtëpie dhe rikuperimi dhe rregullimi është i ngadalt. Këto janë shenjat që na lajmërojnë që ne të kemi përpasur probleme në të ardhme me kockat. Me kockat. Nuk është problemi vetëm për gjunjt, është problem të gjithë kockat, se s'është vetëm gjuri. Gjuri është vetëm një bazë që është mbështetëse. Po flasim për gjithë kockat tani, në të rast. Tani le të kalojmë tek pjesa që të gjithë mezi e presim, pra tek trajtimi. Përveç se do t'i parandalojmë këto dhimbje, do mbrojmë kockat, por edhe kur i kemi të shfaqura në trupin ton, cilat janë disa metoda të cilat na ndihmojnë për qetësimin e dhimbjeve. Ose ushqime që duhet konsumojmë. Ne duhet të heqim në radhë parë gjithë ushqimet inflamatore, duke filluar nga niveli i lartë i karbohidrateve të thjeshta, siç janë buka, brumrat, picat apo këto ushqimet, yndyrnat siç është apo dhe nisë shteja, patjetër që është nga dëmet më të mëdhenj përveç miellit, por edhe yndyrnat trans apo yndyrnat e këtyre vajrave të hidrogenizuarave, të margarinave, ushqime që kanë nivele të larta të sheqerit. Sheqeri ndikon jashtëzakonisht shumë. Është një nga ndesit kryesor të zjarrit biologjik. Dhe tani kush janë fiksit e këtij zjarri biologjik? E para nga më të mirët është sardelia. Sardelia ka nivelin më të lartë të omegës 3 nga gjithë peshqit. Dhe çfarë bën niveli i omegës 3? Duke u kombinuar dhe me vitaminën D, bën që të bëhet niveli i ulës së molekulave inflamatore. Pra të atyre citokinave që ne thamë. Dhe përveç tyre, mbrojnë qarkullimin e gjakut, mbrojnë zemrën, mbrojnë sistemin nervor dhe po ashtu mbrojnë nyjet. E dyta që është shumë i rëndësishëm është vaji i ullirit. Konsumimi sa më shumë i arit të lëngshëm të tavolinës, si quhet. Sepse përmban komponente nga të cilat 32 komponente bazë që veprojnë në mënyrë të ngjashme me mekanizmat natyral antiinflamator të shumë bimëve të gëshetuara. Madje vaji i ullirit, që në histori, që më parë se koha madje dhe Hipokratit e Galeut,
kishte përbërës të cilët futishin bim të ky vaj ullirit, sepse lëshonte më shumë nga elementet që ka të polifenoleve, elementeve shtesë. Shafrani indis, ose më saktë, jo shafrani indis, por molekula brenda shafranit indis që është kurkuma. Kurkumina është substanca bimore nga më të studiuar si anti-inflamatori kryesor për problemet e kockave. Patjetër duhet kombinuar pak me piper të zi apo me vajin e kokosit, që përthithja të jetë më e mirë. Kur e kombinoj me piperin e zi dhe kur shton dhe vajin e kokosit, përthithja është shumë herë më fish, e kalojnë dhe 1000 fish më tepër. Gingeri është një dhuratë natyrale që na ka dhënë Zoti. Sepse nuk është vetëm një ngrohës për trupin, jo një vetëm detoksifikues, jo një qetësim vetëm për problemet e stomakut dhe të zorrës, por të gjitha proceset inflamatore ai fillon i qetëson gradualisht. Jo në një ditë, gradualisht, dhe shërben shumë mirë për dhimbjet e kyçeve. Konsumimi i frutave të pyllit. Kryesisht manafera, boronica, mjedra, luleshtrydhet freskta, themi, jo nga këto që janë të paketuara, se ndoshta mund të kenë nivelet më të larta të pesticideve. Sepse ka nivelet më të larta të polifenoleve antioksidanteve. Është një lloj ushtrie e fuqishme që neutralizon radikalet e lira që mos bëjnë të shkaktojnë dëme më tepër edhe të kockat. Perimet me gjethe jeshile. Të gjitha perimet me gjethe jeshile, duke futur tu rukolën, spinaqin, jeshilet e tjera, që e furnizojnë trupin me vitamina, e furnizojnë trupin me minerale, sepse në trupi jon, kocka jon ka nevojë për vitamina, minerale dhe fitronutrient, që të mbështesin të gjithë mekanizmat e mbrojtjes, rigjenerimit kockor, hudhra dhe qepa, sepse kanë element sulfurik që ndihmojnë modulimin e inflamacionit të përgjithshëm. Arat, bajamet, farat e lirit, vaj i farave të lirit, avokato, farat e qirit, farat e kungullit, janë me yndyrna të shëndetshme me minerale dhe komponime mbrojtëse për qelizat, për indet dhe për kockat. Çaji jeshil, që meriton një vëmendje të veçantë për të konsumuar, duke futur tu çaj moringa dhe të tjerë nga polifonerët e fuqishme që bëjnë uljen e stresit oksidativ dhe nivelin e inflamacionit. Por mundet përdoren edhe shega. Është një nga frutat më të nënvlerësuara, sepse kokrat e shegës janë një lloj kapsule të mbushura me si një lloj, po themi, një suplement me polifenole që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga inflamacioni dhe sidomos për problemet e kockave. Nga më të mira sidomos në këtë kohë është qeshia. Konsumimi sa më i lartë i qeshisë, veçanërisht qeshisë të errët, vishnjës, qofse se nuk kemi harruar çfarë është vishnja, vishnjet përmbajnë nivelin e lartë të antocianinave. Madje unë kam shkruar edhe një postim të një doktori amerikan, i cili madje u penalizua para shumë dekadave, sepse shpërndante lëngun e qeshisë freskët dhe qeshit në disa vende për pleqt e vjetër me artrit, të cilët kishin një përmirësim të jashtëzakonshëm. Avokato, që furnizon trupi me yndyrna të shëndetshme dhe vitamin E, që është nga komponentët antioksidant edhe për të rregullimin edhe membranës qelizore. Kakao e pastër dhe çokolata e mirë. Lakra e kuqe, brokoli, lule lakra aktivizojnë të gjithë sistemi natyral të detoksifikimit, jo vetëm të organizmit, të heqjes të mbeturinave e tjera. Panxhari, kivi që mund të përdoret dhe nga elementet tjerë që mund të përdorim është kefiri, siç thash unë, që ju rekomandova dhe kam rekomanduar gjithmonë, kosi, ushqimet me nivele të larta ose të fermentuara më shpesh, sepse inflamacioni lidhet edhe me zorrën dhe patjetër që ka për të ndihmuar. Konsumimi sa më shumë probiotikëve nëse kanë mundësi dhe konsumimi sa më shumë i erëzave. Erëzat më të mira janë rozmarina, rigoni, trumza, kanella, karafili. Patjetër dhe erëzat e tjera, po zura vetëm një pjesë të tyre. Shtimi i vezëve të freskëta, peshku, pishtajoreve dhe mishi të rritur jo në ferma. Jo në ferma, sepse ka nivel të lartë të antibiotikëve, ka nivel të lartë të hormoneve e tjera. Që ke vështirë kjo pjesa, po hajtë, të sa gjejmë. Lëngun e tyre, kockat e tyre, kolagjenin e marrë në mënyrë natyrale nga kockat e zirjes së mishit, duke gërshetuar me pak selinon, me karot, me patatën e kuqe, me mandanozin, duke i frulatuar, duke i bërë një supë, mund të krijojmë një lloj, mund të themi një ilaç biologjik natyral që mund ta përdorim gjithmonë. Lëngu i selinos me karotën është nga më të mira, prandaj selinoja është në formën e kockave tona. Është përsëri nga më të mirat, që rregullon jo vetëm qarkullimin, ngadalson emilimin e mbetjeve, por çon dhe silicin në vendet që duhet, sepse është dhe e pasur me këto elementë që ne tham.
Besoj ishte mjaftueshëm një listë me ushqime që veprojnë si anti-inflamator natyral për t'i mbrojtur dhe për të parandaluar dhimbjet e kockave pavarësisht moshën kur fillon kjo dhimbje. Do të bëjmë një pauzë, një shkëputje, edhe për të folur për një tjetër frut, siç e kemi zakon dhe tradit tashmë në program, një frut të stinës, siç janë manat. Manat për vlerat e tyre, përdorimet, edhe nëse kanë apo jo nëse e meritojnë apo jo ato emërtim siç e kishin dhe qershit në javën e kaluar si një ilaç natyral. Shihemi pas pak. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të bisedës me Altin Jokën, ku do të flasim për manat, por përpara se të shkojmë te ky frut i këtij sezoni me shumë vlera, si gjithmonë zgjedhim fruta të tilla, do doja të vazhdojmë pak temën e parë të kockave, por fillimisht më kaloni Altinin për të më dëgjuar. Altin, kemi përmendur kolagjenin pak më herët, përpara se të shkëputeshim për publicitet, dhe thamë që sigurisht që ndihmon në dhimbjet e gjunjve, në dhimbjet e kockave. Por nuk arrita dot të pyesja për kolagjenin që na shitet përmes marketingut, kolagjenin plur, kolagjenin lëngshëm. Pra kolagjeni jo ai i zjerë nga kocka, po kolagjen suplement, sepse vjen në dy forma. Tani, sa na ndihmon ky lloj kolagjeni dhe realisht a ka ndonjë efekt për kockat? Shumë njerëz e shohin kolagjenin si një lloj çelësi që sapo ta konsumojnë do largoj dhimbjet. Nuk është largus dhimbjes. Nuk ka ndonjë gjë, pra edhe biologjia e trupit nuk funksionon në këtë lloj mënyre. Nuk ka një çelës për problematikat e një sëmundje. Pra nuk ka një gjë magjike. Gjuri, kërcit, tendinat, ligamentet, indet tona, lise, pra të gjitha këto, patjetër që ndikon kolagjeni, por nuk është vetëm faktori i kolagjenit. Me kalimin e viteve, prodhimi natyral i kolagjenit ka për të rënë. Kjo nuk do të tregoj që të gjithë njerëzit do jenë me një inflamacion ose do kenë probleme koskash. Një pjesë e tyre kanë inflamacion, stres, konsumimin e sheqerit e tjerë e tjerë. Pra, duhet ta kuptojmë këtë gjë që kolagjeni nuk punon vetëm. Ai ka nevojë për bashkëpunëtor. Si ju keni atje kameramanin, regjizorin, drejtoreshën, studion, pra keni shumë element që do të thotë kolagjeni duhet vitamin C, i cili nuk mund të ndërtohet një kolagjen cilësor siç duhet, ndërto kolagjen sa duash ti. Pa vitamin C nuk ndërtohet, pa proteinat mjaftueshme, aminoacide nuk ndërtohet, pa minerale si zinku, bakri dhe silici nuk mund të funksionojë. Shpeshherë në këto paketime tek etiketa lexojmë që ka prani të vitaminës C, ka prani të këtyre elementeve që u përmendët, pra mund të jetë le të themi një kolagjen me gjithë këto bashkëpunime të tjera. Shikoni e nderuar, unë rekomandoj që kolagjeni bazë të përdoret nga lëngu i përfituar i kockave të mishit. Dhe të bëhet në formë pelte. Sa më shumë pelte të formohet, aq më shumë nivelet të kolagjenit dhe të përmbledhjes saj më të mirë kemi. Tani nëse do të merrni suplemente meni, po shfryzoni këtë. Jo se po mbroj suplementet, po kam dëgjuar Altin, më fal që të ndërpres, kam dëgjuar të njerëz të cilët mund të përdorin kockat për të marrë kolagjenin e tyre, por janë të pasigurt burimin, gjurmëshmërinë nga vijnë këto kocka nga baktit. Nga se janë të pasigurt, të lutem, nga se. Sepse baktia që është therrur mund të jetë ushqyer me koncentrat, mund të ketë antibiotik. Po, atëre antibiotikët nuk harin deri në kocka. Që ta kuptojnë. Po, ajo bakti nuk është rritur në natyrë siç e përmendëm më herët. Po, një minutë, dakord. Jam dakord për të marrë në natyrë, por është e keqja domosdoshme konsumimi i kockave krahasimi i kolagjen tjetër. Kuptoj një gjë. Pra po e lëmë e keqja domosdoshme. Okej. Të lutem, antibiotikët nuk grumbullojnë në sasi kaq të lartë. Po. Në kocka ku respektojnë normat e përdorimit të antibiotikëve. Nëse ka marrë gjedhi nivele të jashtëzakonshme të antibiotikëve, patjetër që ka përndikuar. Kjo është kryesore që ta kuptojmë. Pra, ta dim një e para. E dyta, edhe problemin e hormoneve. Përsëri, në qoftë se më shumë ato implementohen në indet dhjamore dhe në organe këto hormonet, jo në kocka. Pra nuk grumbullohen kryesisht në kocka. Patjetër që mund grumbullohen sasi të vogla, po deri tani nuk është gjetur një sasi kaq e madhe te kockat të nivelit të këtyre hormoneve. Nga ana tjetër, ne duhet të kuptojmë shumë mirë. Një gotë kolagjen, 200 mg, 250, 300 ml, po themi, i përgatitur mirë në kohën e caktuar në formën e një gjelatine, ka afërsisht rreth 15 gram kolagjen që ne marrim. Në atë godë. Që ne e shikojmë. Dhe duke shoqëruar me limonin, forcimi i saj me lëngun e limonit, ne marrim shumë herë më të madh në këtë drejtim,
Pra, ne marrim shumë më të mirë. Mos harrojmë që për gjithë shëndetin ton, të lëkurës, të kockave, se nuk është vetëm për kockat, është për shëndetin e flokëve, të lëkurës, për rikuperimin, për mbështetjen e sistemit imunitar, duhet mesatarisht rreth 20, mund të duhet ndoshta 20-25 edhe çiku jo, më shumë. Mund të duhet ndërsa deri në 40 gram në ditë niveli kolagjenit, por mos harrojmë një gjë, që ne kolagjenin, që ne duhet të kuptojmë, lëngu kockave është përparësi, por nga ana tjetër kolagjeni nuk merret vetëm nga kjo, se duhet kuptojmë nga se është ndërtuar niveli i kolagjenit. Pra kolagjeni, pra nuk merret vetëm nga lëngu, sepse edhe një herë duhet të kuptojmë që kolagjeni është ndërtuar nga disa aminoacide. Dhe duke u krijuar nga disa aminoacide, këto aminoacide mund të gjenden në shumë vende ndryshme. Gjendet tek peshku, gjendet tek mishi, gjendet tek veza, gjendet tek farat, por pra është ajo dieta që përmendëm, po. Se kolagjeni është ndërtuar glicin, prolin dhe hidroksiprolin, të cilët këto janë edhe të peshku, janë të pula, janë të bulmeti, janë të bishtajoret, po vitamina C e shtyn këtë kolagjen në prodhim. Speci, kivi, limoni, portokalli, agrumet, çka kanë vitamin C? Zinku, duke nga farat të kungullit, nga elementet tjerë nga arat, e dublon që të shkojë më mirë në vendin e caktuar. Dhe po ashtu bakri merr pjesë në formimin e këtij kolagjenit, që fibrat e kolagjenit janë më të qëndrueshme, që ne marrim nga shumë elementë, që nga mëlçia, farat e susami, kakao, ara e tjerë. Hekur ishi domosdoshëm. Prandaj e nderuar, nuk është vetëm problem te kolagjeni. Në radhë parë mos kemi inflamacion. Inflamacioni është baza kryesore. Të heqim inflamacionin, ushqimet anti-inflamatore, të shtojmë ushqimet anti-inflamatore dhe nuk është kolagjeni pika kryesore ose çelësi për të kuruar problemin e kockave. Okej, faleminderit për shpjegimin. Po. Edhe në qoftë se po, kolagjen do të marrim në mënyrë sa më mirë natyrale. Në qoftë se kemi mundësinë, mund të merret, por në qoftë se mbrapa kolagjenit është për shkakun se janë të ndryshme, tipi 1 me tipin 3, janë për tjetër funksion të kockave. Tipi 2 është për tjetër. Ndoshta do kemi një emision tjetër, por duhet të lexojmë mbrapa paktën që të ketë silic, të ketë bakër, të ketë zink, sepse nuk bëhet përfitja mirë vitamin C. Pra kur të marrim edhe sikur të marrim një suplement, të lexojmë këto tre elementë. Në rast të paktën edhe magnez, por të paktën të jenë edhe këto të treja. Po. Mirë, e kisha të nevojshme ta bëja këtë pyetje se do e di që do pyesin shumë ata që na ndjekin, qytetarët. Ndërkohë kemi shumë pak minuta, do të flasim për vlerat e manave, manat e bardha, manat e kuqe që janë në këtë sezon. Trego pak për to. Mani mund të quhet një lloj farmacie në një kokër të vogël ose një depo vlerash ushqyese. Është nga frutat më pa pesticide, nga më delikatët dhe më pak të përdorurit dhe më pak të njohurit në botë. Kemi man edhe mashkullor dhe femëror. Në shumë vende të botës mani mashkullor bile është ndaluar për arsye të rritjes polenit, ndërsa mani femëror është më shumë ai që prodhon ato frutat që ne konsumojmë. Kuqja apo i bardhi është më i shëndetshëm? Më i shëndetshëm është i ziu. Pastaj vjen kuqalashi, ai ngjyrë vjollës, pastaj vjen i bardhi. Gjethet e manit të bardh janë më të mirë për arsye të diabetit dhe probleme. Do t'i shpjegoj çik më shpejt. Në 2006 në një studim japonez u pa që lëngu i manit shkatronte nivelin e lartë të radikaleve të lira që janë arsye të tumoreve. Në 2013 lëngu i manit u bë në një përsëri studim që bënte pastrimin e mërqisë nga yndyrna e tepërt. Dhe kemi studime në Egjipt në 2015, në 2018 në Turqi, të cilën rregullojmë disa nga problemet hepatike të nivelit të energjisë. Tani, çfarë ka mani? Mani ka quercetin, ka rutin, ka kanferol, ka acidi klorogjenik, galik, ferulik, ka minerale si magnezium, ka kalcium, ka fosfor, ka mangan, ka antocianina, ka resveratrol, ka vitamin C, ka vitamin K, në sasi të ulta, jo shumë të larta, po ka vitamin B9, ka B1, B2, B3, B6, ka dhe vitaminën E që vërtet është sasi të vogla, po që ne dim që është një antioksidant për membranat qelizore nga më të mirat. Dhe çfarë bën mani që është përdorur? Të themi të mbledhim bashkë gjitha në këto minuta. E para është një nga luftuesët më të mirë të parazitëve, të zorës. Është përdorur në kohët e lashtësisë. Ne kemi harruar. Mani është nga përdoruesit më të mirë të heqjes parazitëve. Duhet përdorur në sasitë e fëmijët. Nxitjen e rritjes flokëve. 2 fish rriten flokët në konsumimin e manit. Madje lëngu manit është përdorur mira vite para për problemet e flokëve për t'i rigjeneruar. Ndihmon rigjenerimin e indeve kockore, pra aty që ne folëm ne sot. Mani është nga arsyet që duhet përdorur në të kohë. Lehtëson dhimbjet e stomaut. Në qoftë se kemi dhimbje stomaut të përhershme, probleme me ulçrat, probleme me helikobakterin, duhet përdorim manin. Mban në kontroll sheqerin në gjak. Lufton kolesterolin, përmirëson gjumin, sidomos mbas dite konsumimi 1 fixhani të madh me mana. Mban mërqinë e shëndetshme,
përmison enët e gjakut dhe problemet në zemër, sepse ka përbërës bioaktiv që ndihmojnë gjithë mbrojtjen e enëve të gjakut, që mbështetin shëndetin vaskular, ndihmojnë luftojnë oksidimin e lipideve që mos krijohen problemet në arteriet tona ku kemi nivele të larta të kolesterolit dhe nuk kemi HDL-n e mirë që ta sjellim përsëri poshtë në mërqi dhe lidhet pra e gjithë me këtë. Po nga ana tjetër edhe për trurin, sepse antioksidantët ndihmojnë në mburojtjen e neuroneve dhe të stresit oksidativ. Në ana tjetër, harojmë që është një thesar, pra mund të themi në këtë drejtim, po nga ana tjetër duhet ditur që mani i zi është më i shëndetshëm ose më i fortë në vlera se sa mani i rost, i vjollc, se kemi si shëndzorë ty atë manin vjollc afërsisht, kemi dhe të zi edhe manin e bardhë. Pastaj gjethet në mjeksi, qoftë në sidomos në Kinë, Japoni, në këto zonat aziatike, në Kore, gjethet e manit janë përdorur qindra mijëra vite para për probleme të ndryshme të shëndetit. Për diabetin për shembull kemi dëgjuar? Për diabetin patjetër, sepse ato përmbajnë dhe quercetin, ato kanë një nga përbërësit më interesant që quhet deoksokynolormycina, e cila është një molekull që ngadalson zbërthimin e karbohidrateve kur ne e futem në zorë. Dhe në këtë moment, duke ngadalsuar problemin e ngadalsimit të zbërthimit të karbohidrateve, pra që nuk zbërthehen menjëherë buka ose ushqimi, është shumë i shëndetshëm konsumimi i çajit të gjetheve të manit sidomos pas ushqimit. Por është një mbështetje edhe për zemrën dhe për enët e gjakut, se ka flavonoide dhe polifenole, gjethet e manit gjithmonë, por edhe për mikrobiomën, sepse nuk vëshim vetëm ushqimin, po bëjnë dhe ruajtjen e ekuilibrit të mikrobiomës, mbështesin dhe mëlçin. Ka nivelat edhe të beta-karotenit, vitaminës E, edhe kanë dhe ato dhe minerale, si që ka mani, ka dhe gjetja. Dhe mund të përdoret edhe si çaj bimor, edhe si plurithat, edhe si ekstrakt. Edhe si pekmez, sepse është shumë tradit përdorimi i pekmezit të manit. Pekmezi niveli i sheqerit. Nuk po diskutojmë punë sheqerit dhe përpunimin. Po flas për gjethe në këtë rast, dhe gjethja për shembull në vendet aziatike bluhet dhe përdoret në smoothie ose në ushqime të ndryshme që mund, ose edhe në gjethe që përdoret për të konsumuar, që është konsumuar edhe si gjethe e freskët. Se edhe si gjethe e freskët mundet të konsumohet si gjethe. Ka dhe klorofil, që është i pigmenti gjelbër i gjitha pjesës gjakut asaj që i duhet bimëve, pra gjaku i bimëve që ndikon shumë tek mushkërit, tek pastrimi oksigjenimit, fuqizimi i oksigjenit. Ka dhe acide fenolike e gjithë kjo. Dhe mbështet mushkërit çaji i gjetëve të manit, kollën e thatë, temperaturën e lartë, shumë e mirë për shëndetin e syve, bën dhe balancimin e energjisë ku ne kemi rënjet e energjisë. Duhet konsumohet në fixhan, 1 lugë deri në 2 lugë çaj në një gotë të madhe, lihet 5-7 minuta nëse është i thatë. Nëse ta bëjmë në formën e një infuzioni me gjethe të freskëta, mund t'i përdorim si gjethe të freskëta, lahen mirë, uten në ujë të nxehtë për disa minuta dhe konsumohet ai uji. Mund të bëhet edhe plur, si që kanë përdorur në të zonë vendet aziatike, që shtohet në kos, në supa e të tjerë, mund bëhet e përzierje me bimë të tjera, me çajin e kamomilit, me çajin e melisës për gjumin, apo për pasur tjera aspekte, apo edhe në kuzhinë mundet të përdoret. Por të paktën deri këtu të qëndrojmë. Po për manat sa është doza ditore, që të mos e tejkalojmë atë dhe mos na japi kontraindikacione? Nuk ka doza të përcaktuara në ushqim asnjëherë. Nuk mund të themi konsumo kaq me kaq. Një njeri mund të konsumojë 2 grushta, 1 grusht, varet në varësi të shëndetit dhe asaj që ka. Mani është vetëm një kohë shkurtër, dhe duke qenë një kohë shkurtër le të konsumoj sa më shumë dhe sa më mirë. Por nëse jam diabetik, nëse kam probleme me shëndetin, atëre të shikojmë problematikat e tyre. Pra çdo njeri duhet bëhet edhe pak mjek i vetvetes. Mos e lë shëndetin dalë jashtë, vetëm ta kontrolloj jashtë vetes tij, po edhe brenda vetes tij. Të konsumoj aq mana sa shikon normale. Pra nuk mund të themi konsumoni 2 hurma, konsumoni 3. Të kemi kujdes te frutat e thata, të konsumimi sasisë lartë të proteinave të mishit, për shembull, aty mund të jemi pak të racionalizuar, por te frutat nuk mund të jemi të racionalizuar, se studimet kanë parë që edhe kur konsumohen 300 gram, 400 gram, 700 gram fruta, nuk kemi pasur problematika në shëndet, madje janë sjellë të mira. Dhe unë ja kam treguar në 2-3 emisione më parë, 2 studime të cilat ishin bërë në konsumime të larta 700-800 gram fruta në ditë, që nuk sillnin asnjë lloj shqetësimi. Pra, sasi të lartë, efekte të ndryshme. Po njeriu do të bëhet vetë mjeku i vetes. Mjeku i vetes në disa raste dhe të shikoj kombinimin, po ti konsumoj sidomos edhe për fëmijët dhe për moshat e treta, mani në këtë kohë është vërtet një farmaci ashtu siç thashëm. Në këtë sezon. Është një farmaci, mund të themi një lloj farmacie. Si shumë fruta të tjerë. Faleminderit Altin për kohën dhe shpjegimin që bëre temës. Është kënaqësi, faleminderit për juve dhe faleminderit juve dhe gjithë teleshikuesve që na kanë ndjekur. Të urojmë ditë të mbar. Faleminderit edhe një herë, faleminderit shikuesve që na kanë ndjekur. Shihemi nesër në orën 9 në Rrezet Dielli.